Rreshtit e dendura të shiut të shënuara gjatë orëve të fundit kanë sjellë problematika të mëdha në disa akse rrugore të vendit. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se rreshjet intensive kanë shkaktuar rënje gurësh dhe rrëshqitje dherash në disa zona, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve dhe kalimtarëve. Një nga zonat më të prekura është aksi rrugor që lidh Skërficën, Tepelenën dhe Nivicën, ku janë raportuar probleme të tilla. ARSH apelon për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve dhe udhëzon që të shmangen manovrat e gabuara për të parandaluar aksidentet. Për më tepër, ARSH njofton se kompanitë e mirëmbajtjes janë angazhuar në terren dhe po punojnë intensivisht për të pastruar akset dhe për të siguruar që qarkullimi të vijojë normalisht. Sa kaq, rreshjet e natës së kaluar kanë shkaktuar përmbytje në rrugët nacionale dhe ato rurale në Bulqiz, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe kalimtarëve. Një nga zonat më të prekura mbetet aksi që lidh lagjin e vjetër me lagjin e re, i cili është përmbytur duke rënduar kështu lëvizjen. Banorët dhe drejtuesit e mjeteve shprehen se ky fenomen ndodh sa herë që ka rreshje të mëdha. Gjatë vitit të kaluar, disa automjete janë dëmtuar në këtë aks për shkak të nivelit të lartë të ujit që mbulon rrugën.